apartamenteve të cilat nuk mund të blien më, sidomos nga të rinjt. Po tani kemi kaluar në një fazë tjetër, sipas dhënave zyrtare, edhe nga Instat, Eurostat e kështu me radhë, të dhënat cilat janë aty. As qirat e apartamenteve nuk mund të përballohen më nga të rinjt. Një mesatare për gjatë korrikut mos gaboj diku tek 720 euro në muaj dhe po shkojnë të rinjt ata që munden dhe Durrësit dhe Elbasanit dhe për të punuar këtu. Çfarë përson po shumë shkurt dhe pse kjo është një temë që do një hapësirë vete? Kjo vjen si pasojë e dy elementeve. E para, se nga njëra anë ka ndaluar, po themi neve, ka stagnacion ndërtimi. Pse po ndodh kjo? Dy janë rrugët që njeriu ka mundësi o të jetojë në apartament në shtëpi, o të jetojë mes katër rrugëve. Nuk ka variant tjetër. Nuk mund të jetosh ndryshe. O do shkosh flesh poshurës, o do flesh shtëpi. Taj në momentin që ti s'ke mundësi të blesh në shtëpi, o ta marrësh atë me qira. Në momentin që s'mundesh në momentin që rritet kërkesa për qirat, rritet edhe çmimi i qirave. Pra ti thua që problemi i cili është, nuk do vetëm kjo, problemi është se ata që janë pronarët e shtëpive nuk janë qytetarët e tij, pra nuk është Doriani dhe Armenia që kemi nga 1-2 apartamente. Edhe të tjerë e japin të tjerë me qira. Problemi është që sot ke njerëz të cilët janë një pjesë shumë i vogël, numër shumë i vogël njerëzish, të cilët kanë nga 20, 30, 50, sepse ata kanë pas mundësi të blejnë realisht, pasojnë paratë e krimit, klientelizmit, korrupsionit dhe kështu me radhë. Dhe ata duke qenë të fuqishëm, pra ke një ofertë shumë të fuqishme dhe të centralizuar në duart e pak njerëz, grushit vogël njerëzish, një përqindje shumë të vogël popullatës Tiranës, ndërkohë që ke edhe një kërkesë shumë të përtritur, se ata nuk blejnë dot dhe detyrohen të marrin qirat. Pra të rritur aty po nxirren në rrugë tani. Ekuacioni i tregut i teorive ekonomike dhe praktikës dhe historikut tregon diçka, kur oferta është e fortë, pra ata pak që janë pronarët, dhe që ata që kanë mundësi të blejnë, se ata kanë paratë, krimit, drogës, klientelizmit, korrupsionit. Janë një numër shumë i vogël. Ndërkohë që ata që kërkojnë strohon, janë një numër shumë mas Tirana, rritet ditë për ditë rritet Tirana. Kjo ku do përkthehet? O ti do blesh apartament dhe nuk e blendoze çmimet e arritur shumë për t'i bler pikërisht ky grushti i vogël i njerëzve. Do shkon mos ti qira, dhe normal qirat kanë qenë 200-300 lekë para 4-5 viteve, dhe sot i ke 3 herë më të larta. Po sa është 730 euro? Po shi pak mesatare sot në Tiranë 730 euro. Po pra një çift, burrë grua me 2 fëmijë, familjen tradicionale në Shqipëri dhe në Tiranë, njëri do punoj për të paguar qiran, ndërsa tjetri do punoj për të grënë, për të pirë, për faturën e ilaçeve, për faturën e ujit, për faturën e dritave, për arsimimin e fëmijëve. Shkollat që nuk janë. Për arsimimin e fëmijëve, plus që duhet të mendojë për pleqërinë e tyre. Se din shumë që pensionistët që janë sot, që ne shohim që janë prindrit tan, janë në varfëri. Nesër do jemi ne ata. Dhe kur kemi nesër në ata, me çfarë do jetojmë? Me pensione si sotmet? Pra ku do ja dalin njerëzit? Në fund fare ka plot për tyre të cilët janë dorëzuar dhe kanë marrë rrugë të Europës, ka plot për tyre që nuk janë dorëzuar dhe sot i kanë shesh, të cilët qytetarë, opozitarë apo jo qofshin ata i keson shesh që protestojnë, me një qëllim vetëm, të japim Shqipërisë një mundësi për të zhvilluar normalisht. Jo për të bërë si Zvicra, si Gjermania, sa të jemi në gjallun dhe ti paktë nuk do bëmi kur si Zvicra dhe si Gjermania, por të krijojmë hapësirën që bazuar vetëm në aftësinë dhe jo në mikun, shokun, klientelizmin apo praktikat korruptive të zhvillosh, por që në bazë të aftësive që ka çdo kush, ta kryej jetën e vet dhe të japi mundësi burri gruas, gruaja burrit, fëmijët prindit, prindi fëmijës, të japi mundësi që jetën tonë të përsëris ta ndërtojmë dhe ta jetojmë këtu ku na ka beku Zoti dhe ku na kanë lind prindrit. Është thënë disa kohë më parë do arrihet e buka gojës, por tani dhe buka e gojës nuk po sigurohet dot më në këtë. Kur jemi vendi më i varfër dhe për varfërinë nuk ka asnjë mas që të merret nga qeveria. Kur je vendi me pensionet më të ulta dhe asnjë mas nuk merret nga qeveria. Kur ti je vendi me pagat më të ulta dhe asnjë mas nuk merret nga qeveria. Kur ti je vendi që nuk ka një investim serioz vjen në Shqipëri, i vetmi që na erdhi ishte Alabari dhe Alabari thotë po më zhytën brenda. Dhe kur tu çdo gjë vendoset në ato tryezën e madhe të asaj mbledh tavolinës së madhe në godinën e kryeministrisë, ku Shqipëria është ajo harta që vendosen gishtat dhe vendosen emrat tanë se kush do investojë dhe kush do prosperojë, pra kush do zhvillohet në të ardhmen, duke lënë 99% shqiptarëve të zhytur në varfëri, në hallë dhe në problematika. Kur ti s'ke ilaçet onkologjike, kur ti s'ke ilaçet nëpër spitale, kur ti s'ke mjek, e shumë problematika tjera, rezultati është ky që nuk ke. Duhet ndryshim modeli dhe njerëz të aftë, të zot dhe që gëzojnë besimin e qytetarëve të Shqipërisë, anë mbangu do ata, që ato model të ri ta implementojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Mund të jenë të gabueshëm, po jo fajtor të qëllimshëm, siç kanë qenë këta, dhe që vazhdojnë ende për 13 vitesh, ta bëjnë Shqipërinë një mall pa zot, që thjesht e tjetërsojnë për interesat e grushit vogël njerëzish. Dori, shumë faleminderit.